Kapiteni i Serbisë, Aleksandar Mitrović, shpreson ende tek një vend në botërorin e vitit 2026, edhe pas humbjes me rezultatin 0-1 në Leskovac nga Shqipëria, në konferencën para ndeshjes kundër Andorrës, që do të luhet nesër në orën 20:45, Mitrović tha se shokët e tij te kontarja duhet të marrin mësim nga humbja kundër kuqezinjve. Është një rezultat i vështirë dhe i dhimbshëm, një periudhë e vështirë për të gjithë ekipin kombëtar. Pas një humbjeje të tillë gjithmonë dëshiron që ndeshja tjetër të vijë sa më shpejt e jetë mundur. Kjo është një ndeshje e rëndësishme për ne. Duhet të marrim 3 fitore për të ruajtur shanset tona teorike dhe presim rezultate të tjera që të na përshtaten, tha kapiteni i Serbisë. Matej Mitrović u shpreh optimist se Shqipëria do ta regjistrojë një humbje në 2 ndeshjet e mbetura përballë Andorrës në transfer dhe Anglisë më 16 nëntor në Air Albania. Fokusi është të qëndrojmë në lojë deri në ndeshjen e fundit dhe të shpresojmë që Shqipëria do të bëjë një humbje, nënvizoi ai. Matej Mitrović nënvizoi se ka folur me shokët e ekipit për të ngritur moralin e tyre. Në futboll nuk ka shumë kohë për të festuar pas fitoreve të mëdha, as për trishtim pas humbjeve. Kjo do të na dhëmbë për një kohë të gjatë, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Ka shumë lojtarë të rinj në ekip dhe ky është një test i madh për të gjithë ata djem. Duhet të nxjerrim mësimet tona dhe të ecim përpara. Fokusi është tërësisht te ndeshja me Andorrën dhe pastaj do të mendojmë më thellë për atë që ndodhi me duelin në Shqipërinë. Në ndeshjen e së martës, futbollistët serb do të drejtohen nga Zoran Mirković, i cili u emërua trajneri i përkohshëm pas dorëheqjes së Dragan Stojković.